Në prag të ditës së 9 dhjetorit, ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit, si KDI kemi kënaqësinë ta lancojmë platformën Integrity Watch Kosova. Programi Integriteti në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi, shoqëria civile kundër korrupsionit përmes të dhënave mbi integritetin publik, është një program që udhëhiqet nga KDI në nivelin rajonal, duke i përfshirë disa shtete siç janë Serbia, Bosnia, Maqedonia edhe Turqia. Shtetet të cilat sot dhe nesër gjithashtu do ta plasojnë platformën në nivelin e tyre kombëtar në këto shtete. Kjo iniciativë e udhëhequr nga KDI dhe mbështetur nga Komisioni Evropian dëshmon se angazhimi në luftën kundër korrupsionit nuk njeh kufi edhe kërkon veprim të koordinuar midis shoqërisë civile, mediave edhe institucioneve edhe vetë qytetarëve. Sot me lancimin e Integrity Watch Kosova, gjithashtu edhe të partnerëve tonë në këto shtete që i përmenda, ne i bashkohemi degëve të Transparency International, pjesë të cilat jemi në 15 shtete anëtare të BE-s, edhe këtë përvojë e cila tani është dëshmuar në këto shtete të BE-s, ne e sjellim në Kosovë, e sjellim edhe në Ballkan, duke e lancuar duke lancuar platformën kombëtare të dizajnuar posaçërisht për realitetin dhe nevojat e secilit vend. Ky hap është një hap konkret drejt institucione më të hapura, drejt kërkimit të llogaridhënies edhe përgjegjësisë nga ana institucione. Në Ballkan, e veçanërisht në Kosovë, korrupsioni politik mbetet një ndër sfidat serioze në konsolidimin e shtetit demokratik. Perceptimi për mungesë të ndëshkueshmërisë, lidhjet jo transparente midis politikës dhe biznesit, abuzimet në prokurimin publik, financimi jo i qartë i partive politike edhe deklarimet jo të plota të pasurisë së zyrtarëve publik kanë dëmtuar për vite me radhë dhe vazhdojnë ta dëmtojnë besimin e qytetarëve në institucionet publike. Të dhënat e këtyre që i përmenda ekzistojnë, por janë të shpërndara edhe shpeshherë të vështira për të kuptuar. Integrity Watch platforma është një mjet i thjeshtë, digital, i cili informacionin teknik e bën shumë të lehtë edhe të kuptueshëm për qytetarët. And combating corruption is integral to upholding the foundation of the European Union, and these principles are reflected in the Article 2 of the Treaty of the European Union. They include respect for human rights, together with respect for human rights, freedom, democracy, equality, rule of law, and human rights. They are not merely, as we say, aspirational, but they require translation, as it has been said already, into tangible policies, practices, and actions that bring these values to life for the benefit of citizens and of the society. If they are not brought into life, then no one would believe in them. And if there is no way to uphold them and to monitor their implementation, then the trust of citizens goes away little by little. Corruption undermines the very essence of public institutions, eroding trust, stifling economic growth, and distorting the political decision-making. Ky mekanizëm i bën ndërlidhjen e 3 databazave të rëndësishme, të cilat na japin një pasqyrë goxha të qartë për atë se si po shpenzohet paraja publike në Republikën e Kosovës dhe se si ajo mund të qarkulloj apo ndikoj pastaj në vendimarrjen e cila mund të ketë edhe elemente të ndikimit në politikat publike. Për neve si agjensi do të ndihmojmë mjaft shumë në identifikimin e rasteve të cilat do t'i trajtojmë post festum, do t'i jetojmë në bazë të indikatorëve të rrezikut, ndërsa për zyrtarët tjerë publik do ta kenë një pasqyrë të lehtë, secili zyrtar kryesor administrativ për misionin e vet, nëse sheh platformën pastaj po besoj që pas shpjegimit të Dianës do të jetë goxha e qartë se si përdoret ajo, do ta sheh se edhe çka ka bë vetë si pjesë të procedurave të nderuese që i ka zhvilluar. Do ta sheh se kush janë ata që kanë përfituar nga paraja publike dhe do ta sheh se ky përfitim a ka ndikuar disi në vendimarrjen qoftë apo të atyre që janë të përfshirë.
Do thotë na ndihmon neve si menaxhment për të parë se çka kemi bërë, sepse nganjëherë ne si menaxhment i lartë nuk është që mund ta kemi shumë pasqyrën e qartë të procedurat që zhvillohen nga personeli teknik. Në anën tjetër, secili qytetar i Kosovës, po jo vetëm i Kosovës, mund ta përdorë këtë për të qoftë për gazetari të mirëfillt hulumtuese, qoftë për të bërë hulumtime shkencore apo gjysmë shkencore si pjesë të aktiviteteve shkollore dhe akademike në institucionet ku ata janë të aktivizuar. Po besoj që përveç neve janë dy institucione tjera që janë mjaft të rëndësishme dhe të përfitojnë nga ky aplikacion. Do të jetë KXZ-ja apo zyra për mbikëqyrjen financa publike të KXZ-s, do të jetë edhe KRPP-ja po mbedojnë shumë, do të jetë rëndësishme ky mekanizëm nga departamenti i tyre për monitorimin e procedurave, sepse do të identifikoj se ku mund të jenë nështrime të cilat pastaj mund të adresohen qoftë me monitorim sistematik, që ta përdor po agjencia, apo me ndryshim të kornizave nënligjore për të adresuar sfidat dhe elementet caktuar që mund të lënë vend për praktika jo të mira. Dhe me që po besoj gjithë jemi lidhë, moni me përcjell në ekran, ose moni me përcjell në telefon. Në versionin që e keni në telefon, nëse pak e keni mërzit tash në këto minuta shkurta me lexu, moni me mbyll ekranin e kaltërt apo boksin e kaltërt që ju shfaqet dhe me vazhdu me u njoftu me platformën Integrity Watch Kosova. Nëse kisha mendu një mënyrë qysh gjithë ju me majtë mend Integrity Watch Kosovën, kisha thonë, nëse ndonjëherë keni dyshime të fjalët e tjerëve, është gjithmonë i burim që mujna mi besu, sepse këtu s'ka as emocione, as akuza, as opinione politike, është thjesht një platformë ku i marrëm të dhënat publike dhe i bëjmë dhënat që të flasim. Ju japim një zë dhe një pamje të dhënave publike në promovimin e integritetit. Kështu që platforma është një reflektim i asaj se çka ndodh në background. Këtu po shohim do të hyrjen e platformës dhe po e fillojmë në pjesën e deklarimit të pasurisë. Nuk pe lexoj, bëse këtë mujna mi lexu për vete, mirë po çka na jep platforma. Platforma merr të dhënat prej gjitha deklarimeve të pasurisë prej vitit 2022 deri tash, çka janë publiku, dhe i nxjerr, do thot e para na jep një historik sipas viteve, se sa kemi pas deklarime, ku qëndrojmë sot. Shohim se kur i kemë rrit dy fish përgjithësinë e agjencisë është dashur me bo plan mi arrit edhe kapacitetet dy fish që në mujt agjencia me i bo hetimet administrative që duhen me i bo. Shohim cilat institucionet Kosovës kanë mas shumë të deklarus të pasurisë, pastaj shkojmë të poshtë, shohim nëse deklaruesi i pasurisë, që është zyrtar publik ose zyrtar i lartë publik, me që ligji i ka dy kategori, është pronar me një biznes apo është aksionar me një biznes. Dhe pastaj shohim se cilat janë kompanitë më të përmendura në deklarime dhe për mua kanë shumë interesant të punu në platformë, se unë mësova mas 40 e sa vjetë, apo 20 e sa vjetë prej çlirimit që trepqa 20% ishë në aksionet të punëtorve, një di informat që nuk i kisha pas për para. Dhe për atë arsye trepqa na del mas nalti. Ajo që ka platforma nas jenë ndryshe prej tjerve, poshtë është një tabel për mbledhse, kjo tabel mundet edhe mu shkarku edhe mu analizu matutje, është do thot seksioni i flamuj indikatorve të rrezikut. Ky seksion nuk do më thonë që është automatikisht korupcion, mirë po neve në ndihmon nëse përzgjedhëm për me pas bizneset e zyrtarëve publik të cilat po përfitojnë kontrata publike. Dhe pastaj normal i mbetet gazetarëve, i mbetet agjensive përkatëse për me pa nëse ka konflikt të interesit në këto fushat cilat po adresohen apo po komentohen këtu. Fusha e dytë që përfshin platforma, është ajo e prokurimit publik.
Për prokurimin publik, gjithmonë kur jemi në konferenca rajonale apo kur na bjen me përfaqësuar rajonin, gjithmonë na jep një lloj krenarie që është platforma e vetme në rajon, e cila ende është platforma e vetme në rajon që na jep qasje në API publike. Me që rast na mundemi shumë lehtë përmes një kodi mu lidhe dhe me marr informatat prej platformës me kohë reale, me automatizëm dhe pa gabime njerëzore, sikur ti kishe marrë një nga një këto të dhëna. Për dallim prej platformave tjera, po dhe prej vet prokurimit, prokurimi na jep datasete, mirë po na kemi marrë ato datasete dhe i kemi përkthyr në informacion. Dhe çfarë informacioni? Informacionin gjatë ndërtimit apo të punës në këtë dashboard, në këtë pjesë, kem pa disa parregullsi apo disa anomali që janë ngrit. E para ka qenë që kemi një numër kogja të madh të kontratave me afate të shkurtuara. E dyta, kemi numër kogja të madh të kontratave të cilat publikohen masi të nënshkruhen, edhe data në platformë nuk përkon me datën kur është nënshkru kontrata. Pastaj e kem tender të cilat ju kanë dhënë kompanive të zyrtarëve publik. Normal, kjo në komunikim me të dhënat paraprake ku i shohim se kush janë pronar të bizneseve. Tabi i 4 apo grafikoni i 4 është një ilustrim sa e kemi transparencën në informata që lidhen me pjesën e menaxhimit të kontratës. Çka po ndodh masi ato i bën shpërblet dikush, sa janë transparente këto procedura dhe këto veprime pas dhënies së kontratës.